I nderuar ruat, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, Kisha e Ortodokse sot ka panair. Është një festë zotërore, është një festë ku ne përkujtojmë, përjetojmë dhe bëjmë pjesëmarrje të një ngjarje të jashtëzakonshme, ku biri dhe fjala e Perëndis, i cili u bë bir njeriu me anë të Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari dhe lindi në Betlehem të Judes, kur mbushi moshën 40 ditë, atëre të shenjta, përmbi shenjta Virgjëresha Zonja Shëmari, nëna e Zotit, e shoqëruar nga Shën Josif Vlesori e çoi në tempull, sepse ligji urdhëronte që çdo fëmijë mashkull duhet të çojë në tempull dhe t'i përkushtojë Perëndis. Dhe për ta shlyer pra këtë detyrim, atëre ata që çonin fëmijët e tyre në tempull duhet i çonin Zotit një viç motak, ose për njerëzit e varfër një çift pëllumbash ose turtuj. Kështu Ungjilli sipas Lukait na thot që Virgjëresha Mari bashkë me Josifin quan Zotin Krisht, foshnjën, në tempull dhe morën me vete për përkushtim një çift pëllumbash, sepse ata ishin të varfër. Kjo tregon se si biri dhe fjala e Perëndis hyri në kohë dhe në hapësirë, në natyrën tonë njerëzore, por dhe në botën tonë në një varfëri ekstreme. Sepse ai erdhi të shnashtirojë nga lakmia, nga pasuria e kotë e kësaj bote që ne të pasurohemi në Zotin. Por, e rëndësishme e kësaj të kremte është që biri dhe fjala e Perëndis, si bir njeriu, erdhi që ta përmbush ligjin. Atë ligj që ai, si fjala e Perëndis, e tha dhe e dha në malin Sina, ku ja dha Mojsiut dhe Mojsiu popullit Izraelit. Dhe Zoti e dha ligjin dhe e përmbushi ligjin në veten e tij. Patjetër që njerëzit dhe izraelitët nuk e përmbushën ligjin, por ligji u përmbush në Krishtin, në të gjitha detajet e tij. Kështu që edhe ai erdhi për të përmbushur këtë urdhëresë të Perëndis, të ligjit, pra si njeri erdhi t'i përkushtohet Perëndis. Dhe këtu pra shikojmë këtë mister të madh, që dhe Krishti e tha më vonë. Unë nuk erdha të shfuqizoj ligjin, por ta përmbush ligjin dhe të na shliroj nga detyrimi i ligjit, sepse asnjë nuk e zbaton ligjin. Dhe ai që nuk e zbaton ligjin meriton vdekje në shpirt dhe në trup. Por Krishti në emër të gjithë njerëzimit e përmbushi ligjin në veten e vet. Dhe ne të bashkuar me Krishtin e përmbushim këtë ligjin dhe i përkushtohemi Perëndis. Por dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme është që kur biri dhe fjala e Perëndis i bir njeriu vajti në tempull, shoqëruar nga Virgjëresha Mari, aty e priti profeti Zakaria, prifti ose kryeprifti Zaria. E priti në tempull dhe prifti Zaria u ndriçua nga Shpirti i Shenjtë dhe vendosi Marin tek Virgjëreshat. Një gjë e pazakontë, sepse ajo që lind një fëmijë patjetër do të jetë grua dhe nuk mbetet virgjëresh. Por ja që profeti Zaria u ndriçua nga Shpirti i Shenjtë duke kuptuar ose pranuar atë mister të madh se si Virgjëresha, Zonja Shëmari, ishte virgjëresh para lindjes, një virgjëresh në lindje dhe virgjëresh mbas lindjes, sepse biri dhe fjala e Zotit hyri tek ajo pa ja cënuar virgjërin, u formua brenda saj si njeri dhe lindi prej asaj pa cënuar virgjërin. Por shikojmë dhe diçka tjetër. Atje në tempull erdhi dhe një njeri që ishte shumë i moshuar, quhej Simeon. Tradita na thotë që ai ishte gati në moshën 300 vjeçare dhe thonin për të që vdekja e ka haruar. Pse? Sepse përsëri tradita na thotë që Simeoni ishte një ndër përkthyesit të Biblës nga gjuha ebraike në gjuhën greke që quhet dhe gjuha e kombeve. Dhe kur ata ndër 70 përkthyesit morën Biblën për ta përkthyer në gjuhën greke, Simeoni t'i ra pjesa e profetit Isaia, ku profeti Isaia profetizon 7 shekuj përpara Krishtit që ja Virgjëresha do të mbarset, do të lind një djalë, do ja quajnë emrin Emanuel. Kur po e lexonte këtë profeci Simeoni,
mendoj që shkruesi, ai që kishte kopjuar, sepse gjithmonë Biblia kopjoi, mendoj se e kishte shkruar gabim, sepse është e pamundur që një virgjëresh të bëhet një nënë dhe të quhet prapë virgjëresh, do të jetë gruaja, prandaj e shkruajti nga virgjëresh, e shkruajti grua. Po, të nesërmen kur pa ato përkthimet e tij, pa përsëri fjalën virgjëresh. E shuajti dhe shkruajti grua. Atëre një dorë u shfaq dhe qelloi me shuplak, na thot tradita, dhe një zë i tha: "Ti nuk do vdesësh deri sa ta shikosh përmbushjen e kësaj profecie." Kështu që edhe Simeoni nuk vdiq derisa biri dhe fjala e Zotit lindi prej virgjëreshës dhe erdhi në tempull. Dhe kur ishte në moshën 300 vjeçare, Shpirti i Shenjtë tha shko, se erdhi ai i shumë prituri, ai që profetizoi Isaia, pra Emanueli, Perëndia me ne. Kështu që Simeoni shkoi në tempull dhe virgjëresha Mari ja dha foshtjen hynor, ja dha Simeonit në duar. Dhe kur Simeoni e mori në duar dhe kuptoi se tashmë ai kishte në duart e tij birin dhe fjalën e Zotit, Mesian, Krishtin e Izraelit dhe shpëtimin e Izraelit dhe të kombeve, tha ato fjalë: "Tani përlëshoje shërbëtorin tënd, o Zot, sipas fjalës sate në paqe, se sytë e mi pa shpëtimin që përgatitet faqe gjithë popujve, dritë për ndriçim paganëve dhe lavdi të popullit tënd Izrael." Profeti Simeon përfaqëson dhjatën e vjetër. Dhjata e vjetër që u dha që nga ligji mozaik dhe priti me shumë durim ardhjen e Krishtit ose të Mesias. Dhe tashmë erdhi Mesia, Krishti. Kështu që Simeoni tha: "Përlëshom, më lësho të largohem nga kjo jetë, se unë pash me sytë e mi shpëtimin që Perëndia kishte bërë gati për popullin e Izraelit, por dhe për ndriçimin e kombeve. Krishti nuk do ishte vetëm për shpëtimin e Izraelit, por Simeoni profetizoi që do ishte dritë për kombe dhe kombe do bëheshin të perëndishëm, pra do besonin në Krishtin dhe për lavdin e popullit Izraelit. Populli i Izraelit në fillim do ta mohonte Krishtin dhe ka mohuar Krishtin dhe vazhdon ta mohojë në përgjithësi si popull. Por në fund fare, para ardhjes së Krishtit, populli i Izraelit do besojë dhe do kthehet te Krishti dhe kjo do jetë koha e fundit të botës ose ardhja e Krishtit për herë të dytë në tokë. Bashkë me profetin Simeon ishte edhe një tjetër grua, profetesha Ana, e cila kishte jetuar që nga vejeria e saj, pra nga vdekja e burrit të saj, kishte jetuar në tempull për një kohë shumë të gjatë. Ishte një moshë shumë të madhe. Ajo jetonte në tempull me lutje, me agjerim. Dhe asaj i foli Shpirti i Shenjtë, e ndriçoi Shpirti i Shenjtë. Dhe ajo vajti dhe pa foshjen dhe i foli izraelitëve që erdhi shpëtimtari. Të dy këta, profeti Simeon dhe profetesha Ana, përfaqësojnë pra dhjatën e vjetër që priste ardhin e Krishtit. Dhe ata ishin të parat që lajmëruan ardhin e Krishtit si tek Izraeli edhe tek kombet. Të dashur të krishterë, ne duhet dim se ajo që ndodhi me Simeonin është një gjë e jashtëzakonshme. Kur profeti Mojsi dëshironte të shikonte lavdinë e Zotit, faqen e Zotit në malin Sina, kur mori ligjin, Perëndia i tha që është e pamundur të shikosh fytyrën time dhe ti të mbetesh gjallë. Kështu që e vendosi Mojsiu në një guvë dhe Zoti me mbuloi me dorën e vet që ai mos shikonte lavdinë e fytyrës Zotit, por Mojsiu pa shpinën e Zotit. Do të thotë që Zoti ka një shpinë, por do të thotë që ai pa energjitë e Perëndis, jo esencën e Perëndis që është e pamundur për ta parë. Por profeti Simeon është më i madh se profeti Mojsi, sepse ai jo vetëm pa si Mojsiu, por e mori në krah Krishtin dhe e bekoi Perëndin. Por dhe diçka tjetër. Neve si të krishterë ortodoks jemi më të mëdhenj se Simeoni, sepse neve jo vetëm e shikojmë Krishtin, por ne e marrim Krishtin dhe e kemi Krishtin brenda vetes son kur ne kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit, ashtu si prifti na fton me frikë, besë dhe dashuri afroheni. Dhe neve bëhemi krishtër, bëhemi si Krishti kur kungohemi me trupin dhe gjakun e tij. Pra shikoni se sa gjëra të mëdha përgatiti Zoti për ne të krishterët, që nuk jemi thjesht nga Izraeli, por jemi nga të gjithë kombet, duke formuar atë që quhet populli i ri i Zotit, popull i krishterë. Prandaj kjo është një privilegj i madh, por është dhe një përgjegjësi e madhe. Pra ne duhet ta mbajmë Krishtin brenda vetes dhe Krishti të veprojë nëpërmjet nesh në botë.
E fundi që duhet them është që tradita e kishës sonë ortodokse mbështetet edhe tek traditat dhe ligji mozaik, siç ishte që një grua leon, ajo mbas 40 ditësh duhet vinte në tempull dhe të përkushtonte fëmijën e saj në tempull. Këtë bëjmë dhe ne të krishterët. Kur lind një fëmijë, atëherë sipas traditës kishës dhe pas uratave të kishës, në ditën e 8 i vendoset emri dhe mbas 40 ditësh nëna e sjell fëmijën në tempull. Në qoftë se është djalë dhe vajzë, në qoftë se është djalë, fëmia hyn dhe brenda në hierore rreth altarit, sepse pretendohet që ky fëmijë mund të bëhet edhe një klerik, sepse vetëm meshkujt, ata që si them janë të gjinisë mashkullore, dhe vetëm ata kanë të drejtën të shërbejnë Perëndis si klerik dhe jo gjinia femërore. Por, dhe nëse është vajzë, ajo vjen përsëri në tempull dhe përkushtohet Perëndis dhe merr uratat. Është një gjë shumë e rëndësishme të sjellim fëmijët tek Zoti, sepse fëmijët nuk janë prona jonë. Vërtet, prindit i lindin fëmijët, por fëmijët linden në bashkëpunim me Perëndin dhe fëmijët janë të Perëndis dhe ne duhet ja përkushtojmë Perëndis. Kur një fëmijë përkushtohet Perëndis që në moshën 40 ditë dhe pastaj dhe pagëzohet, ai fëmijë ka mbrojtjen hyjnore, ka shpirtin e shenjtë brenda vetes së tij dhe ai jo vetëm që mbrohet nga forcat e padukshme të liga, por mbi të gjitha ai rritet me hijjen e Shpirtit të Shenjtë dhe ka premisa shumë të mëdha që të bëhet një i krishterit devotshëm, madje të bëhet një shenjtor dhe të shërbej Zotit, kishës dhe popullit Perëndis. Ashtu siç kemi edhe shenjtorët të cilët janë njerëz si puna jon. Prandaj, të falenderojmë Perëndin kur na lind një fëmijë, por këtë fëmijë jo ta mbajmë për vete si një pronë, por t'ja përkushtojmë Zotit. Edhe Perëndia na jep neve përsëri si prindër me përgjegjësinë që jo vetëm t'i rritim fëmijët, siç rriten në mënyrë biologjike dhe t'i arsimojmë po ashtu, por t'i edukojmë me frymën e krishterë, që kështu të gëzohet edhe prindi me fëmijën, por edhe fëmia të jetë i bekuar nga Zoti për të mirën, si thash, të kishës, të popullit dhe të vendit. Kemi nevojë për fëmijë të bekuar, kemi nevojë për fëmijë që do shenjtërohen. Kështu pra ndryshon edhe gjithçka rreth nesh. Edhe shoqëria bëhet më e mirë, bëhet më e bekuar, bëhet më e shenjtë. Fatkeqësisht, shikojmë një shoqëri të sfazuar. Pse? Sepse prindrit që lindin fëmijët e tyre nuk ja përkushtojnë Zotit, nuk i edukojnë fëmijët e tyre me frymën e Zotit. Dhe çfarë ndodh? Vetë prindrit e vuajnë këtë. Pra vuajnë atë pakujdesi, atë mos edukim, atë mos përkushtim të fëmijëve të tyre tek Perëndia. Dhe prindit gjenden braktisur, të keq trajtuar nga fëmijët e tyre, por dhe fëmijët vuajnë. Prandaj kemi një brez kaq të shturur, sepse vjen nga fëmijët të cilët nuk janë përkushtuar Zotit, nuk janë edukuar me frymën e Zotit. Prandaj, le të marrim shkas edhe nga kjo e kremte zotërore, që jo vetëm të falenderojmë Perëndin që dha birin e tij dhe bëri bir njeriu, dhe ai u përkushtua Perëndis për shpëtimin ton, por edhe neve, edhe fëmijët tanë t'ja përkushtojmë Perëndis, që Perëndia të jetë me ne. Amin.